Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura me ju do ndoj një recetë tradicionale të ëmbëlsirës, e cila është e preferuar shumë në Ramazan. Do përgatis haxhimakulle. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni video në vazhdim. Në fillim, kur të përgatisim këtë ëmbëlsirë, përgatisim shërbetin, sepse shërbeti duhet që jetë i ftohtë, kurse ëmbëlsira duhet jetë e nxehtë. Filloj me përgatitjen. Në një tenxhere hedhim 800 gram me sheqer. Shtojmë 600 ml me ujë. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht deri ai sa të filloj të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, e zim dhe për 5 minuta tjera. Dhe shërbeti është gati, e largojmë nga zjarri dhe e lajmë që të ftohet plotësisht. Pasi shërbeti është ftohur, atëherë marrim një tenxhere në të cilën kemi vluar ujë, këtu ka ujë valë të nxehtë dhe këtu e kemi gjalpin, të cilin e kam cotu, kam 300 gram gjalp dhe e vendosi kështu enën mbi tenxherën me ujë valë të nxehtë që të shkrihet gjalpi. Në qoftë se nuk shkrihet në këtë mënyrë, atëherë e vendosni tenxherën në zjarr dhe do e dhezni në temperaturë minimale dhe do e shkrini gjalpin. Pasi ena me klyn ka qëndruar gjysmën ore mbi tenxherën të mbushur me ujë valë nxehtë, është gati, është shkrirë mjaftueshëm që të fillojmë të përgatisim ëmbëlsirën. Marrim një tenxhere më të madhe. Dhe në të shtojmë 2 vezë, vetëm të verdhat e vezës, dhe një vezë të plotë. Unë jam duke përgatitur me për masa më të vogla, në qoftë se doni ju vetëm se do dyfishoni masa, në qoftë se doni që të përgatitni më shumë. Shtojmë, kështu, dhe fillojmë që t'i rrahim pak në një tel kuzhine. Ja shtojmë dhe gjysmën e paketimit të pluhurit për pjekje. Një ëmbëlsirë shumë e shijshme, një ëmbëlsirë e veçantë, cila është shumë e kërkuar gjatë muajit Ramazanit. E përzim, derisa pluhuri për pjekje fillon që të bëhet një shkum. Sekreti i kësaj ëmbëlsire qëndron tek klyni apo gjalpi, nëse përdorni klyn lope, kjo ëmbëlsirë do e ketë shijen tamam tradicionale, vërtet do jetë shumë e shijshme. Mund ta përgatisni me gjalp apo me puter, me ngjyrë më të lartë. Nëse e përgatisni me margarinë, nuk do të jetë ashtu e shijshme. Është përzier mirë masa, tash fillojmë që t'ja shtojmë gjalpin. Pra gjalpi asnjëherë nuk guxon që të shkrihet direkt mbi shporet, sepse do bëhet shumë i nxehtë dhe ëmbëlsira nuk do del ashtu siç duhet. Shtojmë të tërën, se s'është mirë, dhe e përzijmë masën. Dhe fillojmë që ta shtojmë millin. Gjithsej do na nevojiten mill 500-550 gram, varet nga marka e millit, duhet që t'na dalë një brum i butë, jo i fortë. Një brum si i tatlijave duhet na del. Tash fillojmë që ta punojmë brumin me dorë. Në këtë mënyrë do e mbledhim brumin dhe do e kontrollojmë trashësinë. Kështu e shtojmë millin gradualisht. Kam formuar brumin e haxhimakullës, e kam punuar për 3-4 minuta kështu me dorë. Millin ja kam shtuar gradualisht, sepse në këtë mënyrë e kam kontrollu trashësinë e brumit. Tash do ja jap formën. Mund t'i japim forma zgjatura,
format rumbullakta, mirë po doja jap formën e rumbullakët që ashtu si që ka ëmbëlsira pamjen formën tradicionale dhe kështu me duarve se cilën copë e punojnë kështu më gjatë me duar që t'na dale një formë e rumbullakët dhe e lëmuar mirë. Copsat e kësaj ëmbëlsire duhen t'jetë pak më të mëdhaja se ëmbëlsirat e zakonshme. E vendosi në tepsi ku do bëj pjekjen. Tepsien e kam lyer me vaj, pra nuk është një tepsi e madhe sepse nuk kemi shumë brum. Qofse përdorni masa të 2 fishta, atëherë tepsia duhet jetë më e madhe. Dhe në këtë mënyrë gjithë brumit të ëmbëlsirës ja japim formën. Gjithë brumit të ëmbëlsirës ja kam dhënë formën e rumbullakët dhe të lëmuar, atëherë sipër kështu do e shtypi me dorë se cilën copë të ëmbëlsirës. Shtypi mirë, aman do e marr atë pamjen tradicionale dhe pak këto në mes, dhe pak të copën kështu. Dhe në anë të gishtit në mes se cilës do ja bëj kështu një brim. Në këtë mënyrë është dekoruar kjo ëmbëlsirë. Ju mund ta dekoroni në çfarë do lloj mënyrash, mirë po kjo është mënyra tradicionale. Dhe ëmbëlsira është gati për pjekje. Gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 250 gradë dhe do e pjeki në temperaturë 250 gradë për 2 minuta ose 3 dhe më pas do e uli temperaturën në 140 gradë për 1 orë. Ëmbëlsirën e kam largu nga furra dhe do ja hedhi shërbetin. Ëmbëlsira është e nxehtë val, kurse shërbeti është i ftoftë. Gjatë kohës duke largu nga furra, mu largu në 2 pjesë dhe mu coptuan dhe për atë arsye nuk i kam vendosur në tepsi sepse janë të bëra copë e tërmi. Tash ja hedhi shërbetin kështu të ftoftë kurse ëmbëlsira është vale nxehtë. Kemi hedhur dhe shërbetin, këto janë 2 pjesë e ëmbëlsirës, të cilat mu coptuan gjatë kohës kur e nxjerra ëmbëlsirën nga furra, janë bërë copë e tërmi dhe këto 2 pjesë do t'ju hedhi shërbet, kështu një 2 garushte. Dhe këto mund t'i konsumuj, nuk ka asgjë vetëm si u ka dëmtuar forma. Dhe ëmbëlsirën e mbulojmë kështu dhe lojmë që ta merr shërbetin për 7-8 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Ëmbëlsira është ftohur, e ka marrë shërbetin mjaftueshëm. Sa më gjatë që e lini ta merr shërbetin, aq më e mirë do del ëmbëlsira. Unë dikun e kam lënë për 8 orë, qofse e lini 24 orë do del shumë më e mirë. Ti largojmë kështu një 2-3 pjesë dhe ti shihni se si ka dalë. Vërtet ka një pamje të mrekullueshme, besoj se dhe shija s'ka për me u mungu. Ja dhe si duket, ta ndaj një dhe ta shihni se si është në mes. Ja pra si ka dalë, duket e shkreft, besoj si u ka pëlqy motra dashura, mënyra se si përgades unë Haxhi Makule, një ëmbëlsirë e vjetër tradicionale.